ato që mund të konsiderohen si detajet më të fundit që na lidhin me çështjen e antarësimit. Në gjykimin tuaj e shikoni një hap përpara apo është thjesht një tjetër proces nga ana teknike i cili është përfunduar me sukses për të lejuar rrugtimin? Është një hap përpara madhor politik individual për Edi Ramën. Shqiptarët nuk fitojnë gjë të madhe. Pse? Sepse si thua, asgjë nuk ndryshon tek nga kalendari. Gjithçka që parashikuar do ndodhte nga kjo datë e sotme deri në 31 dhjetor 2027. Pra ky është plani fillestar, plan që nuk ndryshon për sa i përket ambicjes së përfundimit të këtyre negociatave. Dakor? Atëherë, në këtë dritare, një vit e gjysmë, që të mbyllen 35 kapituj, kishte dy variante. Varianti i parë, ose fillonin dhe negocioheshin të gjithë kapitujt pa u mbyllur, asnjëri. Dhe mbyllja do të ndodhte vetëm kur të mbyllesh i bari. Ky version vinte presion mbi Edi Ramën që të zbatonte të paktën një nga ato kërkesa që ishin dhënë në raportet politike dhe në komunikatat e 12 marsit të ambasadave gjermane, holandeze, angleze, cila ishte, pra mos e vjet presion drejtësisë, pra që të rikthehet prap dosja Balluku, dhe kësaj here Rama të tregojë që ja heq imunitetin, administrativ dhe bllokimin. Ose një tjetër arsye, një tjetër thuash provë që Rama ka kuptuar, do të ishte të priteshin zgjedhjet lokale të pranverës së ardhshme dhe për treguar që paktën diçka e rregulloi. Kjo që ndodhi në mënyrën më të fakeqe për shqiptarët është që Ramës ju dha kjo bombone e i barit pa marrë në shkëmbim nga ai as edhe një përparim në këtë fushë.